Gratë janë ankuan te pejgamberi Allahut, e dini çfarë ankesë kanë bën? Ka thënë ja Rasulullah. Tha pelom, tha fistonin me na shku zhag një plom. Na lejo që ta zgatmi alo ma shumë. Po kur ta zgatmi ma shumë, tha po e prek tokën. Toka në vende po kalojmë ndoshta ka pa pastërtia, çka të bojnë? A ta shkurtojmë? Pejgamberi Allahu tha shkurton. Nëse e keni ju, tha, një kra, dgat, pikun. Një kra, kupton? Pa e kanë mot, një kra zhak për toke. Ka thonë shkurton e një plom. Kaq, jo ma shumë. Ta jasu Allah pe prek tokën. Ta s'ka problem, se toka e pastron në vetë vetën pa pasërti. Toka e pastrim. Pra ta aji cili s'ka ujë, s'ka merë? Te e mum. Me qka? Me dhe. Po dhevi, a i pa pastër? Dhevi i pastër. Mo konën që dhevi, a i pa pastër? Na kishmi vdek për mikrobëve. Po dhevi nuk kanë që vetëm i pastër. Po dhevi anë dhe pastrues. Pejgamberi Allahut ka thonë nëse qeni ju prek. Jargët e qenit e prekin një tesh. Ka duhet mi po? Thalane 7 herë. Një herë me dhe. Jo dhe me detergjent. Detergjenti se pastronë. Jargat e qenit detergjenti nuk i pastron vetëm dheu. Se dheu antimikrob, i mbit të gjithë mikrobët. Njerë me dhe, e pastaj 7 herë me uj. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa ata në leo të ndërshëm, në e qëra ka ndodhë e kundëra. Gratë i kanë shkurtu fistanat, burat i kanë zgatë pantaullët. Allahu, 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 Allah, Allah.